Po shikoni First Channel, përshëndetje këtu drejt për drejt nga Kika Show, emisioni juaj tashmë i preferuar i javor. Unë sonte nuk do t'jam vetëm, po do t'jam shumë të ftuar të mi që kam sonte këtu, e që kam marrë nga fushat të ndryshme. Me mua sonte në pjesën e parë të emisionit është Brahim Selimaj, një biznismen i suksesshëm në shtetin e PS, po ashtu në mbar Kosovën, vjen nga biznesi Elsa Group dhe që të ndëruar shikues ka realizuar shumë projekte interesante në shtetin e PS dhe që edhe është marrë me politikën, po që meriton një duar përkitje nga ana juve. Do vazhdojmë me një zonjë të vërtet, vjen nga Shqipëria, mirë po që ka shumë eksperiencë i përket spektakleve. Ajo vjen nga Big Brother Albania dhe emri saj është Zaida Çoba. Po ashtu kemi edhe antarin e kryesisë të Aleancës Kosovë e Re, që është njëherët edhe kryetar i regionit të Rashit Dugaxhinit dhe që na vjen sonte edhe si i ftuar nga politika dhe biznesi, Tahir Bricori. Përshëndetje dhe mirë se erdhët. Përshëndetje. Përshëndetje. Uroj që do të kalojmë sonte një emision të veçantë me juve dhe që kam kënaqësinë që ju kam këtu. I nderuar Brahim, po filloj me juve. A mirët biznesi dhe politika, a janë një fushë? Po, biznesi dhe politika janë dy botë në botën bashkëkohore. Përsa tek ne të mirësh me biznes apo me politikë, prapë janë dy ndamje, dy tabore të ndryshme. Sepse deri dikun politika e Kosovës ka ndikuar në zhvillimin e gjithë bashkëm të ekonomisë. Mira është që në Kosovë të ndahet njëherë për gjithmonë politika dhe ekonomia. Për me qenë suksesin Kosovë, ai që nevojitet për brezin e juaj që ju sonte jeni këtu të mrekullueshëm, duhet të jetë ekonomia e pavarur nga politika, sepse e vetmi fryt që tinon binard ashtu siç duhet Kosovës është ekonomia. A animon biznesi politikën apo politika biznesin? Gjithsesi, po që nuk kishte me qenë biznesi, nuk do të ketë as politikë, sepse politika është e varur drejt për drejti nga biznesi. Faleminderit shumë. Unë do bëja një pyetje thuaj të njëjtë edhe për zotin Bricori. A animon biznesi politikën apo politika biznesin? Jo, biznesi animon politikën, nuk funksionon pa biznes. Edhe mjerisht na në Kosovë biznismenët nuk i kanë lënë të vinë në politikë. Ky është një fenomen të na shumë i dobët. Gjithë kanë ardhur politikanë të cilët nuk kanë pas ekonomi të vetën në pushtet. Edhe do të thotë e kanë gjetë të vetmin burim të pasurohen. Kjo është na shumë e dobët. Duhet të lojnë biznesin më shumë të shkojnë në politikë, që e kanë një bagazh dhe një eksperiencë në ekonomi. Ekonomia neve na mungon. Kjo ishte ardhur do të thotë shumë të na ne kishim shku në një konkurrencë me regionin të paktën. Po, për të ndërhyrë me pak freskim, unë sjella edhe Zaiden këtu. Zaiden, do të bëja një pyetje, sa e pëlqen ti jetën e përditshme politikën? Pasi që ne edhe ditën e përditshme bëjmë politikë. Realisht unë jam asnjëse, nuk merrem fare me fushën politikës. S'm pëlqen të merrem. Arsyeja se nuk di më shku veç politikës apo nuk e do si ndjej? Jo, thjesht nuk më pëlqen. I nderuar, a është biznesi ma fitemprues se sa politika? Jo, nuk mund të jetë, sepse shiqoje një paralelen se tek politika është brezi që nga 20 vjeçare deri në moshët e shtyra, ata që cilët mundohen ta merrsish edhe parafolësim që e foli se për të ardhur deri te baza materiale më shpejt duhet merresh me politikë. Ndërsa stadiumi i zhvillimit ekonomik duhet të jetë i ngadalshëm, në kuptim kur sa duhet të jetë në step by step dhe jo të përfitohet dhe të merret. Ta nxjem vetëm një prej asaj që unë kam
vretin këto 15 vite, shiqoje një njerëzit të cilët janë marrë me politikë, janë njerëz milionera. Ndërsa unë mirën vitet tana me ekonomi dhe prapë se prapë nuk ka mujtë të arris të bëj ata që thëm jam 1 miliarder i veçantë. Edhe pse kam fabrikë, dhe pse ndërtoj, dhe pse kam përpara, mendoj një ardhmë shumë të mirë, edhe të brezi që të dalon mbas, sepse unë kam shku me hapa më të sigurt, por atë që ju po e thoni duhet ta thojmë një herë botnisht, se politika është një prej atyne arterive që foli edhe parafolsi im prapë po e citoj, njerëzit të cilët nuk kanë asnjë eksperiencë ekonomike, bëhen hyjnë politikë dhe bëhen milioner. Cilat flenë më shumë në zemër, biznesi apo politika? Ja, gjithsesi, biznesi, se unë jam rritën në biznes dhe kam punu këto vite që unë kam punu që nga Triglavi deri këtu, kam punu vetëm në ekonomi. Gjithë eksperienca ime është ekonomia. Po, do bëja një pyetje po ashtu për juve, zotëri Bicori. A është biznes më fitimprues politika? Jo, në biznes do të thotë e ki vizionin që të regojsh sukses. Biznesmeni kur hinë në politikë, mendon për të ndihmu vendit, për të ndryshu, sa i ka gjitha. I ka gjitha të kryme. E ka suguru familjen e vetë, ekonominë familjare, brezat që tha edhe imi i ka suguru gjithat. Hynë në politikë për të ndryshu vendit, për të ndihmu këtij vendit që e shenin një kaos, një gjendje shumë të dobëteshe. Çfarë interese, po për ma shembull Agim Baftiri, ka që o bo kryetar komune, asnjë interes. As gru nuk e ka këtu, fëmijë nuk i ka këtu. Gjithë i kanë Holland. Një biznesmen shumë i arritun. Edhe ka arë me vetëm qëllim që t'i ndihmoj vendit. Zajda, në Shqipëri dim se politika, mund të themi se edhe atje është bashkuar me biznesin. Sa shef një femër të fuqishme ti në politikë dhe a kishe mujtë që Zajdën ta shofsh një politikane dhe jo, mirë po në sferën e biznesit, a mund ta shikoj vetën si një biznesmene fuqishme? Po, si biznesmene po. Biznesi është diçka që pikon. Ka burim, jeton. Ndërsa në lidhje me politikën është tepër e rëndë, tepër e madhe, se nuk funksionon siç duhet në çdo vend të botës apo të Europës politika në Shqipëri. Ju drejtoni një biznes të vogël në Tiranë dhe do bëja një pyetje. Sa është ndjenjë që të ushtrosh detyrën e udhëheqëses të një biznesi? Për mua është kënd që mua më pëlqen. E bëj me pasion atë punë. Po, nderuar ju jeni kryetar dhe i shoqatës së ndërtimtarëve të Kosovës. Çka po ndodh me ndërtimet në Kosovë? Po, opinionet tona ne si shoqati kemi shfaqur dhe nëpërmes protestave që kanë qenë evidente që i keni pa në Prishtinë, sepse posaçërisht komuna e Prishtinës e ka ngulfat, e ka katandisë, edhe vetveten e ka katandisë për nga vjelja e taksave të cilat janë imediate për një kuvend komunal siç është Prishtina. Dhe në anën tjetër është se kjo ngulfatje që ka ndodhur është edhe një rezultat shumë i keq, një imazh shumë i keq, sepse papunësia në Kosovë ka arrit kulminacionin e vet. Atë ne kemi folur edhe mujt tanë kemi folur rreth ndërtimit të Prishtinë, por me theks përsa që dua ta shfrytëzoj sonte studion e juve dhe t'u tregoj jo vetëm komunës Prishtinës, po dhe gjitha kuvendeve komunale në Kosovë të cilat e plaçkisin këtë biznes, sepse duke llogaritur taksat e densitetit, është një taksë e cila paguhet por shumë arsye që e paguajnë ndërtimtarët, ata llogarisin edhe ato i llogarisin taksat antiligjore në hapësinat e përbashkëta, të cilat janë që nga podrumet, që nga shfrytëzimi i korridoreve, afarizmin, etj, dhe në mënyrë kumulative nuk i japin mundësi biznisit që i vetmi biznisit cili tash për tash është që funksionon ashtu si duhet dhe financon si duhet dhe ka të punësuar masë tepër ky digaster, prapë se prapë asnjë kuvend komunal nuk e zbaton ligjin. Dhe ne ditët në ardhshme do ta kemi një takim dhe do të drejtohem gjitha kuvendeve dhe gjitha instancave
në lidhje me këtë plaçkitje që është ju bë këtij dikasterit, i cili edhe njëherë po e citoj, mas e tepër ka të punësuar dhe investimet më të mëdha janë në këtë lagje. I nderuar zoti Bicori, çka mund na thoni ju në ndërtimet në Kosovë? Po, po tash si që kemi ndërtu vendin. Shansa jonë ka qenë të arhitekt që i ka pas vendi, që t'ju lihet aty në ma shumë në dorë zhvillimi vendit, ndërtimi. Ata nuk kanë pas mundësi. Se majmë shembull në Gjermaninë, pas lufte, ju ka dhonë arhitektëve mundësia që të bojnë ndërtimin, se ka qenë çdo gjë e shkatruar. Edhe ta zojmë peja ka qenë e shkatruar. Ka pas mundësi një bo një plan general për gjithë vendin, një ndërtim si që kërkon standardet evropiane si që kanë. Na mjerisht, si ta luajmë Kosovën, e shohim çka do të thotë ndërtimi me plan. Na s'kem kur far planin Kosovë. Asnjë normë evropiane nuk e plotësoi. Arhitekt nuk kanë pas mundësi t'ju lihet aty në eksperiencën që e kanë pas shumë vjeçare në kohën e para lufte që e kanë pas. Për marrë një mendim Zaidës, si një shtetare e rëndom, ti vjen nga një shtet tjetër fqin, sa të duket e mbipopulluar vendi jonë në ndërtesa këtu në Kosovë? Në lidhje me Shqipërinë, të vërtetën nuk ka ndërtesa siç ka në Shqipëri, absolutisht jo. Ka më tepër gjelbërim, me këto që kam parë, sa që kam ardhur dhe më ka pëlqyer, ky fakt ka më tepër gjelbërim, shtëpitë janë 3 kaçe, ndërsa në Shqipëri i ke pallat rrezo 5 metra. Dvishëm pe dhe të Dhe janë shikosh pa statistikë. ndërtesat e bukura të Elsa Grupit, do thoje unë do rria këtu. Nderuar Zoti Tahir, një pyetje mund të themi shumë e veçantë për juve. Çfarë mendoni aty ta kaloja Korea pragun në zgjedhjet tashme parlamentare? Po, do të thotë, ne kemi pa një stagnim pothuajse total të njohjeve. Ne e dim, tash mos shkojmë në interesa partijake, ne e dim Bezet Pacolli i ka shfrytzu me njerëz që i njeh në përbot. Se në përbot, ma shumë ka në shtete njerëz nga biznesi, të cilët e ka shfrytzuar atë miqësi, edhe ka sjellë njoftë. Tash, po të ishte në qeveri, kishim ma shumë njohje, nuk ishim ma tepër të shantazhuar nga Serbia, kishim një ekonomi ma të fortë, po mendoj nëse tash në zgjedhjet e ardhshme që unë e shoh si do të jenë tash parakoshme, ne e shohim që duke shku vendi, edhe do të jem pjesë e parlamentit. Faleminderit shumë. Unë do bëja një pyetje juve nderuar Ibrahim Sinima. Në PEJ është folur shumë herë ardha juaj si kandidat potencial për qytetin e PEJ-s. Bizneset janë ato që e kanë prit më shumti. Qytetarët që u ngopen nga politika e pritën më shumti emrin tënd për qenë kandidat potencial për të parë në qytetin e PEJ-s. Jo rastisht nuk erdhi emri Ibrahim Selimi. A do tjetë emri Ibrahim Selimi prapë në listën për të parë në qytetit, sepse PEJA do më priste një politikan si kur ju për kandidat për kryetar komune? LDK-ja ka hierarhinë e vet dhe është shtet formuese me të gjitha të tjerë me pastaj. Ne kemi dhe hierarhi dhe krerët e partisë kanë menduar se duhet të jetë më mirë dhe kemi vendosur kuadrin, e kemi vendosur një këtë që është. Unë tash 25 vite jam në këtë parti dhe unë mendoj se po të kisha dashur që të bëhem një njeri më tepër i politikës se sa i biznesit, unë më herët isha kryetar dhe më herët isha avancu vetë. Mendoj se ditën vijim, po më dhe vitet se ne i kemi përpara, nuk mund të paragjykojmë a do të ketë zgjedhje, a do të ketë zgjedhje, a do të ketë këse shifet vendi, shifet shumë rrethana janë të tilla të cilat duhet të merren në politikë. Unë jam ai që duhet jam në kryesi, jam në këshill në delegati kuvendit, mendoj se ne do të gjejmë vetveten, edhe mos tjetë si kryetar, do t'jenë gjëra tjera dhe
do ta tregojmë me kohë se si do t'i bëjmë ato modalitete, sepse në PEI, jo vetëm në PEI, po edhe në krejt Kosovë, ka nevojë Kosova që të vi njerëz në vende, se ka vend parlament, ka vend ministri, ka vend digastire të caktume, por njerëz të caktume sepse dita me ditë veç shihet që duhet vi njerëz kreativ nga ekonomia që ta zhvillojnë edhe pjesën e madhe të politikës. Saktësisht, Ibrahim Salimaj do të jetë kandidat i ardhshëm? Nuk paragjykoj lidhe me atë, se unë thash, ne kemi hierarhi, tani për tani e kemi një kryetar që vetë kemi zgjedh, dhe shohim se si do të bëhet ndrrimi i karrikave dhe forma, mundësit. Unë mendoj se ne po e qeverisim PEI-n shumë mirë. Tani për tani nuk mund të flas për parlament sepse për pak nuk kam arritë, nuk kam ditë ato lojnat parlamentit, po më dhe njerëzve, jo vetëm partisë time, po gjitha partitë tjera, se si duhet ta mbrojsh votën dhe çfarë do të bësh. Unë kam fitu vota të mjaftueshme, mendoj se ka shumë hapësinë dhe shumë vend që zgjedhjet e ardhshme që do të jenë qoftë parlamentare, qoftë lokale, ti shohim se pozicionet se si do të veprojnë. Ti meriton një duar turkitje nga stafi. Do bëra një pyetje tjetër. Pse s'kemi partitë e majta në Kosovë? Thuhet pak a shumë për vetëvendosjen, po nuk kemi ndonjë vizion të qartë. Edhe këto që janë partitë duhet seleksionohen, pavarësisht sa kujna i pëlqen apo si pëlqen. I kemi partitë, i kemi shtetet më të zhvilluara në botë që i kanë dy partitë majta ngritën, humbin e tjerë dhe edhe të ne në Kosovë do të vjen koha e shpejt e ardhme që do të bëhen 2-3 parti, dhe sa partitë e majta do të lindi si këpurdhat dhe do të shuhen si këpurdhat. Faleminderit, i nderuari të Bricoli, pse sipas juve s'kemi partitë e majta në Kosovë? AKR-ja është Parti Liberale. Po, unë mendoj që ju e dini se partitë janë formu pas lufte, përpos LDK-s që e kemë pas gjithna përpara, edhe ta që i kanë formu, kanë marrë një bagazh, një bindje nga lufta ma shumë, se vetëm të ne ndodhë që një komandant lufte del e hap partinë e vetë dhe del kryeministër, del ministër. Shtetet tjera nuk është kështu, aty ecë përpara ai që ka eksperiencë në politikë, që ka bo një karrierë shumë gjatë, edhe prandaj atë na, tu nuk din mi definu cila parti është në cilin pozicion. Se ka ardhë o formu pas lufte për njerëz që nuk e kanë pas tradit sukur e kanë perëndimi. Perëndimi ka tradit në parti politike, ka shumë vjeçare tradit. Ne përpos LDK-n që e kem pas, nuk kem ditë, kem pas një qëllim shqiptar gjithë, shërimi Kosovës, pavarësimi, kjo është, edhe këto kanë dalë, me këtë defekt kanë dalë, të pa definume. Me një vizion, futëm pushtet edhe kjo është kjo. Do të marrja një mendim nga Zajm. Sipas te Zaj, cila është më stabile për shtetin të si qytetare? E shef të majtën apo të djathtë? Të thash dhe pak më parë dhe po e përsëris prapë. Nuk mbështes asnjë parti. Ti me kandidatë pavarur më shumë. Jo, unë bazohem tek gjeta që kam bën dhe çfarë ka bën ky shtet për mua që unë të mbështet shtetin. Për Ibrahim Selimin, cila është më e bukur, politika apo biznesi? Absolut që njerëzit që cilët dinë që është politika duhet t'ju japin popullit, duhet t'ju jap vendi meritor, ndërsa biznesi është ka vendin e vet që as politika pa ekonomia, as ekonomia pa politikë nuk mund të ekzistojë. Por ekonomia duhet të jetë e mirëfillt, po ashtu duhet të jetë edhe përgjegjëse edhe politika ndaj ekonomisë, sepse në botën, unë po them në Evropë, në vendet ku janë që ne i njohim vendet më të zhvilluara, ekonomia cakton edhe qeverinë. Cakton njerëz të vetë i cakton, sepse nuk ketin botën bashkëkohore, nuk ke politikë, po që nuk është ekonomia shnosh. Ndërsa neve, tani veç ju e dini se jemi një shtet i posalindën në atë kuptim dhe ne jetojmë nga importet. Përdesa ne 96% jetojmë nga importi,
më duhet ta dini ç'është kjo. Dhe ajo çka është më kryesore, po më pëlqen që kemi nga shteti am, se nuk i them dy shtete, nuk mund ta quaj ashtu. I kemi ende duhet Brukseli e Washingtonit në ndërsa politikën fiskale mes dy gjajën thojza unë e them, dy shteteve. Kur ne nuk mundem ende me shtetin am tonin, të jekim barierat ekonomike që janë. Asnjë biznes kosovar vetëm që flasin politika që e bën show biznes që e bën, flet që mund zhvillohet në Shqipëri. Asnjë biznes kosovar. Këtë me plot kuptim të fjalës, unë nuk kam thënë edhe politikës, shqiptari kam thënë gjatë të tillë. Dhe anasjelltas, përdesa produktet tona hudhen në tokë, produktet e dy anëve, dy shteteve, apo saqërisht Kosovës. Hudhen qumshti, hudhen patatja, hudhen atë dhe nuk gjejmë mirë kuptim dhe patatja Serbisë deporton në Shqipëri. Ne nuk mund ta gëzojmë atë drejt dhe çdo qeveri që vjen ndron në Shqipëri. Dikush e fal portin, dikush e fal ekonominë, dikush e bën një gjë tina an. Këto janë krejt politike, ndërsa në fakt atë çka kërkon ekonomia dhe çka kërkon ky popull, se unë nuk mund ta dalloj ky popull apo ai popull, po ky popull që është që nga Saranda e deri në Merdare që është, ende nuk dim ç'a dojmë dhe ende nuk dojmë që t'i bashkojmë forcat tona që ekonominë tonë ta kemi të shëndosh dhe ne të jetojmë dikun me 70-80% për produkteve tona, edhe ne dim që është eksporti. Kosova është dietën çfarë liste, çfarë angliste është. Bile, ta nxojmë për Kosovën po flas. Ende jetojmë nga doganat e Kosovës, që do të thotë shteti, le që jemi varfër në shpirt, po jemi varfër në ekonomi dhe çdo gjë. Faleminderit. Periudha zotëri drejtori, cila është më e bukur, politika apo biznesi? Po si që tha para folësi, dyja shkojnë bashkë. Për një qeveri që më të mirë, një zhvillim më të mirë. Për jap një shembull konkret, të kishtë qenë në politikë, në Tiranë, të kishin qenë do biznismen. Nuk e kishin nënshkruar marrëveshjen me aeroportin që është për 30 vjet. Do thotë është për 30 vjet, pa drejt aeroport dytë. Çfarë zhvillimi kishte më pas nëse ishte edhe një aeroport në Kukës? Kjo bën mungesë të biznismenëve që nuk e njohin atë lami. Bashkimi jonë e ka thonë edhe Begjet Pacolli që e njeh këtë lami, duhet bëhet në ekonomi. Do të thotë, politikanë tonë, mjerisht, bojnë kontrata me Serbi, për arsye se marrin kesh pare ma shumë aty. Nuk i lojnë biznismen të zhvillohen me Shqipërinë. Ne e kem pas patatet i kanë hudhë. Ata në rrushi nuk kalon mu dëpërtua nejnë. Pse? Dalin qeveritarë tonë, hiç ma largë vjetë, kanë dalën atje në Vermnicë, duke të regu çfarë kufini kanë zgjeru. Kurse regioni i hek kufinit. Ne kem dalë aty me kamera, me media, shi çfarë punë kem krye, kem boni kufi, shumë efikas. E kupton? Do të thotë na shkojmë mbas. Se nuk e kupton rëndësinë heqjen e kufinit. Heqja e kufinit do të thotë lëvizje e lirë, tregti e lirë. Ne nuk na vyni një bashkim kombëtar. Se s'len perëndimi, shif në Austrinë. Nuk i intereson Austrisë mu bashku me Gjermaninë. Jo një popull, një gjuhë flasin. Ju intereson biznesi, ekonomia e lirë. Me pas dhe i Tajpej vjenë në Berlin me shit mallin e vetë, pa dogan. Këtu është bashkimi. Me qenë atë që ne e kem kalu bashkimi kombëtar, kur e kem pas shansën. Me qenë efikas sot, e bën Austria me Gjermaninë. Dhe shumë. Unë uroj ju të dyve suksesen në karierën tuaj të biznesit, po ashtu dhe ato politike, duke uruar që fati dhe çdo gjë që arrini ta realizoni plot sukses dhe plot aspirata. Faleminderit shumë. Shikues të nderuar të për Channelit, unë do juftoja për pak publicitet e me pas do rikthehemi musafir të radhës në emisionin ton. Atëherë bashkë u takomi për pak publicitet. Ja të nderuar shikues, kishim këtu edhe këngëtarin ton i cili vjen nga Ferizaj.
Ju pëlqej kështu si këngëtar? Mungon ty dashnia në herë Zajda kështu si femën që je. Dhe sa është vështirë të jesh një mami kështu VIP? Nuk mund ta quaj që është vështirë, absolutisht jo. Përkundrazi është kënaqësi dhe krenari. Faleminderit shumë. Lola, ti vjen prej komunës Gjakovës, një parukiere e mrekullueshme dhe do bëja një pyetje për ty Lola. Lola, sa është vështirë që sjellësh në skenë femra me frizura të bukura, me paraqitje të bukura? Nuk është as vështirë, vetëm vajti kombinimit sa përshtaten për shembull me ka që se sa, ama nuk është vështirë. Sa po janë tranda frizurat për momentin në Kosovë? Çfarë frizura po kërkohet më shumë ti? Po, ma tepër që preferohet natyrale, për tash janë hi edhe ma moderne, ma trona, ama ditore për shembull preferohet këtë natyrale. Mbrëmja është diçka tjetër, si keni si to. Avni Selima i të nderuar shikues është një bashkëdhetar jon që vjen nga Gjermania, mirë po është marrë me aktivitete kulturore, është marrë me aktivitete ndryshme. Avni një dallim, sa janë ndryshe aktivitetet që po bëhen në Gjermani me ato në Kosovë? Varet në çfarë aspekti bën. Fjalë organizative. Mirë po, nuk ka shumë dallim të madh. Do të thonë, gjëja kryesore që është më e mirë këtu është se në Kosovë kena një përparësi më të madhe, se kena si djemtë si meshkuj, kur është puna e modelizmi kena më të bukur se perëndimi. Domethënë si djemë si vojë, si djemë meshkunjar. Një duar turkigje këtu se emocionet vetë. Ti je martu kështu ja. Po. Do më ta bëj një pyetje. Sa është e rëndësishme një i ri që shkon në Gjermani, organizator, martohet dhe sa ke kohë vëlla më marrë me organizime të atje shembull, më organizo aktivitete? Shumë pak kam kohë për shkak se kam dy biznese që mirën atje, edhe jam më shumë i angazhuar me biznese se sa organizime ndryshme të tjera. Mirë, po gjej kohë edhe prapë. Sa është vështirë me majt biznise jashtë vendit? Dimi është shqiptar, sidomos që nuk është edhe për kraja ndoshta e njëjtë. O shumë vështirë, mirë po na e kemi atonën që kemi respektin e bojmë nderin edhe çaja është seni që e fitojmë. Po ka dallim shumë prej tjerëve. Zajda, dim se fama jonë në Big Brother fillon të minimizohet në disa raste, ka shumë banor që nuk duken më ikën nga televizioni, ikën nga vëmendja e njerëzve. Ti ke shumë fanca jashtë. Ke ndonjë projekt parapam që atyre njerëzve që deshten Zajdën, t'ju rikthehet Zajda me një projekt ndryshëm? Okej, siç e di veti, e di më mirë se çdo kusht tjetër, hyrja ime në Big Brother ka qenë çmimi. Tashti, shumë njerëz lekun e urien, ndërsa famën jo. Unë famën do ta lë të zgjasë dhe të rrjedh i vet, jo se kërkoj diçka. Thjesht, në momentin që ka jam e ftuar në për emisione, njërën dhe tjetrën, do vazhdoj me këtë ritëm si që jam. Qofse ju më bën ndonjë ofertë për koordinatore këtu, pse jo? Do vija me kënaqësi. Do menojmë, do shërtojmë. Na parë sa Big Brother s'kemi, po pak ma pak që shtu. Faleminderit. Do bëja një pyetje për salonin Lola. Lola, bëja një pyetje shumë interesante. Në Dasma, mashallah, frizerkat, salonet të ndëllimit kanë shumë punë. Apo ka dallim prezenca e femnës në vitet e kaluara, si po klasi katalogje të frizurave, po ka dallim viti që shkoj me vitin që po futemi, 2015-2016 apo 2014-2015 mund ta bëni një krahasim të tillë. Tash në këtë vit ka pas pak as ndryshime kundra 2-3 viteve të tjera. Se ka filluar prapë koha që është përdorur modelizmi para 10 vjetë, prapë kanë filluar ato stilet e njëjta, të pashme mu përdor. Lola, një pyetje, si duhet duke një femër e bukur? Një femër e bukur, tjetë sona elegante, edhe ta ketë një stil ma tjeshtë, jo ashtu e nga pune, as ka ona grimit, as ka ona flofe, aja është bukuria. Thjeshtësia është bukuria që thojnë populli. Po, edhe thjeshtësia ja vlen. Faleminderit. Avne do bëja një pyetje tjetër. Sa po përkrah këto aktivitete, ti thatë se merresh me biznes, si biznesmen, do bëja një pyetje. Sa janë gjendje ti për shembull të ardhur Zajda me bën një aktivitet në Gjermani aty ku je ti? Sa janë gjendje shqiptarët financojnë aktivitete kulturore për shqiptarët? Jam të imon se do të thonë që bojnë
Dhe janë gjendje që organizojnë për shkak se ka shumë shqiptarë që kanë firma dhe kompani të ndryshme, bizneset mëdha në Gjermani. Dhe janë gjendje me bëjë gjithçka për me pru tonën përpara. Në përgjithësi në varet me aktivitet ndryshme. Mos u lavdo shumë se në zajta filmi ma kemë organizuar shka. Jeni të nisë ardhë. Faleminderit shumë. Salloni i ndurimit Lola sigurisht që ka dhe ato mendimet e veta sa i përket femrave. Çfarë ngjyrave duhet të përdorim femrat? Sepse janë edhe disa që nuk janë shumë vitaminoze për flokun, mirë po janë edhe disa që s'kan bën fare sa i përket vitamine, dhe ato që janë plotësisht natyrale që kërkohen për flokun. Tash që nisim pjellojët të ngjyra, prej të kaftës deri te zeza është shumë efekti i mirë, do më thonë është shumë ushqyesje për flokë, ama për të kaftës deri te bordha normal që ndikon edhe pak negativisht, po edhe tash është më e preferuar si vjet ngjyra natyrale, vetë floku natyral, ose te mbyllta më shumë. Lola, një pyetje tjetër, a mendon se po të provohet tek dinja femrore me këto ngjyrosin e flokëve, sepse sa ishe një javë ishe me të kuqe, javë tjetër bosh me të zeza, fillon një dalë roja, dalin disa raste është pa të pranueshme për syne. Shumë të në rasteve, sidomos gjenerat të reja është pjesët e prune e ngjyrës, sepse ndër kohë shumë shkurt, atëherë është negative, kupton që është gabimi shumë i madh ato që e ka bërë sot. Po mirë është nëse me pas shumë efektin e madh deri te ngjyrat, me shku përdorimin e tyre. Vajza, si të duken sot? Ishin të gjushme? Po, shumë. Faleminderit shumë për kujdesin për to. Faleminderit edhe juve. Zaj, bigu përfundoj, do të bëja një pyetje me këmbë, po marr raporte më shumë kështu. Sepse në Big Brother je pa shumë me afërt me Albën, me disa të tjerë nga jashtë. Me ty veç njerë. Fiksu parë. Po shihet që nuk i kemi raportet e mira. Okej, raportet mira kam me Djedonin, flas gjithmonë, kam me Jonën, me Stilianin, në Fabianin, me këta. Me fjalë që mund të interesojmë unë, t'je me para që t'i thras t'i them si jeni. Pjesën tjetër, zoti Shnet. Ti janë mirë aty ku janë. Rëndësi ka t'i dëgjoj të mirën, kaq. Kryesoja nuk i na më mirë puna. Avni për ty me ta bëni një pyetje. Avni me çka kishe ndru ti vendin e Gjermanisë me Kosovën për shembull? Çfarë rroge kisha apo çfarë biznesi kishe ofruar Kosovë? Që më thon, hajse e kryva Gjermaninë për Kosovë. Unë kom pas shumë oferta me firmë, do në prej Kosovës që më kanë që ofertë për me orë këtu me investu. Mirë po, s'kom gjetë arsye për shkak se tash edhe komunat si komuna, sidomos si komuna e në Ferizajt, po lypë shumë gjona për me orë një firmë me investu. Do në thonë nuk pi ofron kushte, po kërkon kushte për një kompanije me orë me investu në qytetin tonë. Kur po dhe me investu ti në emision temin për shembull kështu? Kur të është e nevojshme, s'është problem. Një duar të kitës ja marrin pa donacion, Skose. edhe pak ta bëj fakturën për emisionin, kështu që Lola, një pyetje për ty. Lola, njëta në përditshme do futem tash kështu, je një prindë mrekullueshme, ke burrin sportist. Sa është kohë që ti kushtohesh edhe profesionit, edhe jetës përditshme? A diqysh ki ka unë që 20 vjetë mirë me këtë profesion, edhe tash është bo jeta jem normale, më do këtë kjo. Duhet mi opushtat burit në atë kohën e vetë që i donë atë obligimet e veta, këtu si kam edhe 3 djemë. Me jetë? Falë Zotit. Edhe kështu me punë është shumë ngarkesë e madhe. Po, falë Zotit ja doni. Mendimin e burit, shumë. Faleminderit, unë do të bëja një pyetje shumë qartë. Cili jeni më tolerant, ti apo Gazi? Se di, një me një në shti. Një me një, faleminderit shumë. Faleminderit treve për kohën, ishit mrekullueshëm. Faleminderit që gjetet kohën, vini këtu Zaj Kjelltu. Faleminderit shumë për konsideratë për emisionin. Faleminderit shumë Avni, edhe të faleminderit shumë. Lola, faleminderit shumë. Faleminderit shumë për tuaj të mirë që erdha dhe kaluam çanse të mrekullueshme këtu në bisedë me ta. Unë do vi me një talent tjetër i cili vjen nga qyteti Pejës dhe vjen me një këngë shumë të mrekullueshme. Mund të themi se hapat e tij janë çdo herë të interesante sepse erdhi nga këshilltar që vin nga jashtë dhe
sinqerisht freski erdhi këtu dhe që në nduar fërkitit tuaja eftoj freskun e saj. Përse në nështu të nëruar shikuese dhe këngën e radhës cila erdhe interpretuar bukur, ndërsa unë në vazhdim ftoj të shohim klipët e kandidatëve tonë të cilët prezentohen për javën e dytë të Kika Show. I pam kandidatët tonë, i pam konkurrentët tonë të cilët vinë për këtë javë. Me mua sonte është analiste Ana Mehmeta Mispeja, përshëndetje Ana. Përshëndetje. Dhe Rabie Berisha Hoxha, përshëndetje bie. Përshëndetje. Nuk jam shumë të thirr Berisha, tash Hoxha më bukur. Si nuk se po të vini. Faleminderit shumë. Ne të nderuar shikues për pak çaste do të shkojmë me një këngë. Unë e kam marrë atë këngëtar sepse vjen nga Prizreni, edhe është pjesë e këtij emisioni, është pjesë e pandashme jona. Unë do e thras në skenë Merki Burduri. Shikuam me zbashku Merki Burdurin dhe ne vazhdojmë këtu bisedën me dy analistët që janë sonte Ana Mehmetaj që vjen për programin e dytë dhe Rabie Berisha Hoxha që vjen për programin e parë. Rabie, si po duken në pjesëmarrësit sonte? Shumë bukur. Dhe Ana, si shef të kombinizuar kështu mirë? Më duket që kja javë është më bukur, është më mirë. Dhe duhet falendruar shumë, një duar tërkitje, është përkujdesur për vajzat, për fustanat e vajzave, sonte Rabie Berisha Hoxha, kreatorja jonë. Unë, fillimisht, si pas rënditjes, ajo në javën e parë e kaloi testin, erdhi për javën e dytë, shohim se a do të rezistoj me Gjite Shabani, sot në sfiladën e saj të parë që eftoj në skenë. Si shifni këta dytë? Ana? Mirë, që është në vendin tim, nuk është lehtë të kritikosh, mirë po unë ju kisha sugjeruar gjithë konkurrentëve që të morin sa më pozitive edhe kritikat, në mënyrë që të punojnë më shumë me veten e tyre dhe të ndalem tek vajza, tek sfilata e saj. Ta bëjmë një krahasim të vogël me javën e kaluar, ka një përmirësim dukshëm, mirë po që duhet punuar prapse prap më të. Normalisht, ndërsa tek quni, thënë drejtën, ishte i sigurt në skenë, duke që ka dhe provoj, kështu që s'kam ndonjë të vërejtje. Po, Rabie, si është shefti me Gjitën? Me Gjitja duhet me punu shumë me vetën, e i ka për masat e një modele, po të thëmë drejtën duhet edhe pak punë, se ka divizjet e durve i ka pak ma teksume. Po, të djallë? Të quni, mundë me thonë që i ka për masat e një modeli, po dhe kyllet punon me vetën, se për të mirën e saj, si që tha Ana, e për të mirën e qunit i kena na që saj përket kamera aparate ka një ftyrë skenike, që duhet me punu kështu me vetën, që me jep në një vlerësim shumë të mirë. Dyjave është pyetja kalojnë? Po. Po. Faleminderit që duat të pike për të dytë, faleminderit. Në vazhdim të nderuar shikues, kam çiftin e dytë që vjen sonte këtu. Emri i saj është Elira, ndërsa quni kanë Ardian, që vinë si kandidatët numër 2 për juve sonte. Rabie,
Si të duk vajza në paraqitjet e saj? Vajza ka një paraqitje të mirë, po prapë kjo vlen sikur te megjitja tek lëvizjet e dur duhet të kenë prapë kujdesto. Se lëvizjet e durve i kanë si të shpërhite shtëpisë, sikur kur e lëviz dorën thjesht, po këtu s'ken. Këtu s'ken. Ana, mendimi për vajzën? Për vajzën, thëmë drejten ka një lëvizje të trupit shumë provokative që i duhet, është e domosdoshme për një modele, i duhet skenës, i duhet publikut, ditë provokoj bukur, për ndryshe mua më pëlqen ecja saj, dukja, për masat, ndërsa të këqunit ndalem pak, është pak ma i heshtur, ashtu nuk, si të theme ne, nuk bëm bum sken, është me i tërhekun, me i qetë. Ju kësha thënë që publikun duhet ta bëni për vete, kështu që duhet një lëvizje ose një sharm ose një buzëqeshje, diçka që ju duhet pa tjetër ta bëni, por ndryshe nuk vreni që jeni në sken. Rabia, mendimit për qunin? Edhe unë i bashkangjit e manes, quni ka për masat e modelit, po të thëmë drejtën, lëvizje duhet mi pas pak ma gjalla se është sken. Mendimi juaj sa i përket qëndrojnë, nuk qëndrojnë në sken? Japim edhe ke shansë qëndrojnë. Në më thonë njeni që qëndrojnë që dytë? Po. Faleminderit, një duar tërkitje për durën. Faleminderit shumë. Në vazhdim do sjellë çiftin e tretë për sonte është Agnesa Dema dhe Genc Rahmani. Pantolonat pibin të vogla pak, po o habit se ka marrë numën e vetë. Doja marrja një mendim se i përket pëndroj ta pëthejk tash, nuk po thëmë për vajzën, po Rabie, mendimit për qunin. Qunin, ka një ftyrë skenike, e don aparatin, e shof ka shif gjithmonë ka kamerat, po ka lëvizjet e trupit duhet me punu. Ka një ftyrë bukur, po duhet me punu prapë. Ana? Ka një stil më të veçantë, shihet qartë që e don botën e artit, kështu që përveç që duhet punë pak të punoj me veten, të ecja, duket që i takon botës së artit dhe mirë, s'kam ndonjë kritikë aq. Çika, si ju duket vajza? Ka për masat trupit shumë të bukura, pozon shumë bukur. Ecja duhet përmisohet, normalisht është veç java e dytë dhe duhet kemi parasysh, mos bëjmë ashtu një kritike e ashpër. Mirë, është një ndër çiftet që më duken më perfekte këtu. Deri me tani kam fjalën. Rabia, për vajzën? Vajza, si që tha Ana, ka për masat e modeles, ka një pamje të bukur, po duhet me punu prapë me vetën, po është hera e dytë të shohim herën tjetër. Faleminderit shumë, Agnesa dhe Genci, faleminderit shumë. Kemi në vazhdim dy kandidat tjerë, emri i tij është Cukja Demaj dhe Exon Avdia. Rabie, këta si qërë po duken shumë bukur, po çfarë mendimi ke për Cukin? Cukin, të thëmë drejten, Cuki duhet pak buzëqeshja, se ka ardhë disi nervoz, edhe kështu që kamerat e dojnë buzëqeshjen, jo nervozën. Për ka ecja duhet me punu shumë. Po. Ana? Ta kemi parasysh, mos gabov shone që për këta qunat është hera parë që janë me një skena, po? Me një spektakl, kështu që normalisht për herën e parë nuk prita atë shumë. Mirë po, ti morin si pozitive këto kritikat që nga sonte dhe të fillojnë të punojnë me veten e tyre. Nuk janë mirë. Themi mirë, nuk janë mirë po në qoftë se dojnë këtë botë dhe veç kam fillu të mirën me modelizmin, atëherë i duhet punë. Po, Rabie për Exonin? Exoni duke shumë i stresum, sa që inshallah veç kalon këtë teste dhe punon me veten shumë, se prej frikës si nuk po kalon, po më doke si s'po do me mbajtë shkollë. Unë e bëra si një përmbledhje për të dytë.
e bëra si një përmbledhjes për të dytë, kështu që ato fjalë vlen për të dytë. Nuk kanë ndonjë dallim cili më bukur, cili jo, janë të dy një rangu kështu. Ju i lokalistë nuk keni kështu, ja. Absolut. Kjo vret edhe prej kritikave. Okej, faleminderit, kaloni dytë, faleminderit shumë Tuki edhe... Si e duken ta dytë? Njëri plot mund të themi përzim me lezo kinezo-shqiptar, ndërsa tjetri i përzim ruso-shqiptar. Mund me thonë një përzim i bukur, një kombinim i bukur. Një kombinim i bukur. Përveç që është një emision, përveç që është një show, është edhe një mundësi që gjitha ato figura, gjitha ata tri që dojnë ta sfidojnë vetën, ja ku është. Kështu që këta më duke që veç kanë fillu ta sfidojnë vetën, duke që janë veç në fillim të sfidimit, kështu që thëmë që janë mirë, nuk janë mirë, po gjithmonë ekziston mundësia dytë. Jo, për trupave kallak kanë kështu dytë. Mendova Necia, kështu që gjithmonë ekziston mundësia dytë, këta janë veç në javën e parë, është java e parë për ta, unë ju kisha jep një mundësi të dyve. Bje, ti pak më rëp, si të në hara. Ta, na rrugov thëj me baj trupa, sigur këta kërkushiq. Ty sa i përket fusha e modelizmit? Ta thëmë drejten, të bëhem e sinqert. Po të kalojmë këtë qunën, gati si njëjtë është aji. Po të kalojmë ato, gati si njëjtë kjo. Ata ke musafir Bujanovcit, e kështu që pja vjepë... Ajo për Gjakovës. Ajo Gjakovës, dikush sa Bujanovcit, ndërshta e pas në gabim. Ka janë rrugës, nga në autobus. Në rregull. Kështu që pja vjepëm edhe një shansë, se le të punojnë me vetën se nuk janë mirë. Nuk janë mirë me shansën pja vjepëm. Pja vjepëm shansën, nëse jeni ju dakordit edhe ju dy. Unë mendoj që po, është vetëm java dytë dhe mendoj që për gjithë konkurentët është mundësia e fundit që ju jipet që të fillojnë me javën e tretë ose me punën më intenzive. E shumë mirë, dhe ona, kështu që pja vjepim shansën. Faleminderit shumë, faleminderit. Shikues të nderuar, përmendni se kemi disa ndryshime të konkurrentëve nga java e kaluar në këtë javë, mirë po për shkak se Rioni dhe Ana ishin strikt që disa nuk duhet të vazhdojnë garat këtu, ata nuk u vazhduan dhe sonte mungojnë. Kështu që unë ju kam bërë thirrje se gjithë ju që dëshironi të bëni pjesë këtij reality show që të vini dhe të sfidoni vetën, ju mund vini çdo ditë punë nga hëna deri te premtja, nga ora 1 deri në orën 16, ku dikush nga stafi jon do t'ju mirëpret dhe do t'ju regjistron për të bërë pjesë reality show këtu Kiki Show që transmetohet çdo të hete nga ora 20:30 dhe që është vetëm për juve. Unë do e sjell në skenë një vajzë e cila është interesante, është figurë që mund t'jetë një figurë më shumë fotografike, mendoj, se sa t'jetë një reklamuse. Mirë po, fotografinë që ajo ta reklamon, biznesin që ajo ta reklamon, më të vërtet e bën interesante sepse është vetë gjallënia në skenë. Për mos ta dallojmë nga vajzat tjera, unë do e ftoja atë në skenë, emri i saj është Leila Krasniqi dhe vjen e shoqëruar bukur në shoqërimin e Bujanovcit Miranit. Ka shumë filma me cowboyt dhe e ka punu një shallë tillë. Qa mund na thoni për Leila? Leila ka një fytyrë shumë të bukur, ecë bukur, ecën e ka shumë provokative, që i duhet kamerës, i duhet publikut, i duhet edhe vetë vetës, s'pari. Tek pozimi mund të them që nuk është edhe aq mirë, po për javën e dytë ka punuar mjaft. Rabia, si duket java e dytë e Leilës? Javën e parë se kam po, javën e dytë, po prapë duhet përmisim. E ka një fytyrë të bukur, po këtë fytyrë të bukur që e ka duhet me bo skena dhe poza më të bukra për fytyrën e saj.
Ky djali këtu se po duket ka Ty e the si kauboj, e ka desh me dallu pak prej këtyne shokëve tjerë, po ta thëmë drejtë... Dallon, kënë përgjësi dallon. Mos i japem shanse dhe aty me kalu, duhet me kalu edhe ky, po duhet me punu edhe ma shumë ky se tjertë me vetë vetën. Edhe ma shumë. Po. Thëmë drejtën e ka një eci shumë ngrirë ashtu, një qëndrim shumë negativ, që si duhet as këti, as skenet, e aq më pak fotografis ose kamerave, kështu që i thëmë Kanë haru me rraf me thu për të lakë. I thëmë që t'jep shem, t'jep diçka nga vetë vetja, mënyrë që t'dallot në skenë që po ecë ose që po sfilon. Faleminderit shumë një dyrt, faleminderit shumë. Në përgjithësi Rabie, qysh pishe, duhet me falendëru shumë sallonin Lola për vajzat që vjen nga Gjakova dhe herdres a i di për meshku që kujdes sa do më thamë për dukin e tyne, për frizurat e tyne, ndërsa për vajzat duhet me falendëru ty, po tash po ta heki këtë ngarkesën e falendërimit ty, po ty qysh të duken përgjithësi djemët dhe vajzat që disa na i prezentuam sot? Shumë bukur, do më thonë po flas ka parukërisja Lola, kjo o kujdesu edhe për mua, ashtu edhe për vajzat tjera, shumë bukur, po dhe frizeri për moshkujt ka qenë shumë mirë. Nuk veta për frizer, sepse ata e bojnë punën e vetë mrekullueshëm, po për çfarë ashtu që është ta? E thash, e ka bo punën e mrekullueshme për këtu. Ta më duk bukur. Modelat më duk bukur, po. Okej, do më thonë ku po duk me bukur. Po. Një doa të kike si lartë. Ana? Gjëra perfekte s'ka, sepse gjithmonë ekziston diçka më bukur edhe më bukur. Mirë po, për sonte duken bukur. Faleminderit shumë. Të ndëruar të pranishëm, unë ju them se ka filluar edhe përgatitjet për numrin e parë të revistës Hello Kosova VIP dhe që vjen një revistë cila do del këtu nga Kika Show, nga First Channel, gjithë ata njerë që i shifnin këtë skenë, gjithë ata njerëz do keni këtë revistë, e kjo revistë do mbulon në bukur Kosovën, Shqipërinë, Maqedoninë dhe diasporën shqiptare, që duhet ta ndruar shumë stafin ton që po kujdeset që kjo revistë del çdo herë me përgatitur dhe që në këtë revistë i keni gjithë konkurrentët, gjithë kombëtarët dhe gjithë ata që janë pjesë e emisionit ton Kika Show. Një falëndrim juve, falënderit shumë, mirë po nuk do shkutemi me këto, dhe bim me një këngë tjetër para jush, Xili, e me pas për fund, shohim kronikën e fundit. Ngjyra është edhe emisioni jonë të ndëruar shikues, jemi këtu në pjesën e fundit të këtij emisioni. Ju e pa që në pjesën e parë të këtij emisioni, unë prezentova 2 fëmijë të vegjël. Mirë po, nuk ishin vetëm ata. Ne, një javë dhe i filloj me ta, dhe një javë dhe mbaroj me ta. Dhe që unë, nga gjithë stafi im, do ju falënderoja shumë, dhe do ju thoja se këta konkurrent duhet përgatitën. Në emisionin e ardhshëm do keni të ftuar të tjerë që vinë vetëm për juve, ndërsa ndritat e kësaj studio do të ndalen me sfiladën e fundit që vjen nga fëmijët tanë që ne sonte i përfundojmë këtë emision. Faleminderit Ana, faleminderit Rabie, faleminderit gjithë kandidatëve që meriton një dorë tërheqje për gjithë juve, që jeni të lëshëm. Faleminderit këngëtarëve që na sollën këngët e tyre për këtë emision, ndërsa unë për fund do ftoja të vegjëlit në skenë që kemi zgjedhur një çunë dhe një vajzë dhe me këtë ju them bashkë miru takofshim të ejtën e radhës.